Miqtë Prizmës. Sot desha trajtoja problemin e një organizimi ose një tentative për të organizuar të revolucionarëve Flamingo, po dhe shumë shpirtrave të një lëvizje e cila sigurisht brenda tentativave të protestës ka dhe element të cilat duhen respektuar. Element cilët kanë të bëjnë me korrupsionin dhe kanë të bëjnë me forcimin e shtetit të së drejtës. Po deri këtu, jo më tepër. Të luftosh korrupsionin, të kërkosh shtetin e të së drejtës, je brenda institucioneve dhe je brenda atij kualiteti që ka demokracia për të bërë punën e saj. Gjithmonë kam kërkuar dhe gjithmonë kam besuar që sado qoftë i keq një shtet demokratik, sado i korruptuar qoftë, është shumë më i mirë se sa një shtet diktatorial dhe ideologjik. Shumë herë më i mirë. Sepse korrupsionin e nesërmja e shëron. Drejtësia bën punën e vet dhe ata super të korruptuar dhe hajdut, hajna se të korruptuar, hajna, vjedhsa, grabica, të pareve të shtetit, në përfitim të tyre. Të pares publikut, ja kjo është, në përfitim të tyre. Vjen një ditë dhe shkojnë në burg. Kthehen apo nuk kthehen, disa të vlera materiale edhe kthehen, disa dhe nuk kthehen kur. Po praktikisht shkojnë në burg dhe bëjnë dënimin e tyre. Një shteti ideologjik, një shteti fashist, komunist, një shteti që ka në bazë të tij ndërtimi ideologjik, që nuk zbaton parimet e demokracisë, që nuk njeh ndarje pushtetes, që e nxjerr pushtetin nga revolucioni, nga turmat dhe nga mendimi idiot i shfrytzuar i turmës për të ardhur në pushtet një pjesë e saj, pjesa bile më e keqe e saj, nuk ka shanse të ndreqet kurrë. Nuk ndreqet asnjëherë. Shteti ideologjik është shtet vrastar, kriminal. Dhe përveç kësaj është edhe i korruptuar. Edhe grabit. Grabit djersën tënde, mundin tënd, të pi gjakun. Pra me dis një shteti i cili është demokratik, por i korruptuar, dhe një shteti që nuk është demokratik, ideologjik, unë preferoj të parin sepse me atë ka shanse që të dialogosh dhe të rregullohet. I dyti nuk rregullohet kurrë, asnjëherë. Shteti Fidel Castro, si Enver Hoxhës, si Mao Zedongit, shteti i Mussolini, shteti i Adolf Hitlerit, shteti i Ho Chi Minhit, nuk rregullohet kurrë. Kim Il-jungut nuk rregullohet asnjëherë, nuk ka për të rregulluar kurrë. Dhe përveç se është ideologjik dhe politik njëkohësi shtypës, është edhe i korruptuar. Grabit mundin, djersën tënde. Çfarë ndodhi tash? Shoh disa diskurse, sidomos të një vajze, e cila po ju shpjegonte flamingove të tjerë që kishte atje, por ajo nuk është vetëm, ka disa që janë aty. Demokracinë e saj do dalim nga sheshi. Dhe janë disa që e nxjerrin nga sheshi. Fillon edhe Florian Bine, nuk më kanë ftuar, thotë. Fillon për çapja, për të bërë diçka po edhe ndasitë dhe marrëzit që janë në një turmë e cila ka 1000 shpirtra, 1000 frym, të një grupi të madh ultramajtist, po që pastaj midis tyre ka dallime të jashtëzakonshme. Do ta nxjerrim nga sheshi. Dhe sheshi thot asaj turme, kjo vajza, që është në shesh. Ajo turma mund të jetë me 5000 vet, mund të jetë edhe me 50000 vet. Po thjesht është një turmë që është mbledhur. Dhe me të ajo kupton demokracinë. Shikoni miqtë e mi. Në Athinën e Perikliut, Athina ka ekzistuar si një demokraci vetëm për 150 vjet. Ishte demokracia rudimentare, demokracia e parë e botës, dhe që funksiononte si e tillë, që ne patjetër e kemi krenari të jashtëzakonshme. Po kur them krenari të jashtëzakonshme, domethënë Athina është shembull i demokracisë par excellence në provimin e saj të parë, zbatim. Dhe Athina e Perikliut, po dhe para Perikliut, mas pastaj e Urzua,
Vepronte në këtë lloj mënyre. Aty të drejt vote kishte sheshi, Agora. Ata kishin një shesh të madh, bile dhe vende ku uleshin, që nxinte 10.000, 15.000, mund nxinte edhe 20.000 njerëz. Dhe të drejt vote kishin një mekanizëm vote ata, venin kokra ose lviznin diçka. E kishin të gjithë ata që ishin qytetarë pranuar, kontribuent, që paguanin taksat për shtetin, dhe të drejtën ushtarake të tyre, armën. Dhe ishin vetëm burra. Nuk ishin drejt gratë, nuk ishin drejt skleverit, dhe të gjithë që nuk ishin qytetarë, që nuk ishin pranuar në statusin e këtyre njerëzve, të sheshit. Po që sigurisht ishin provuar në veprimtarinë e tyre. Zakonisht ishin qytetarë, cilët kishin pronë, kishin dhe sklever, sigurisht, që i kishin dalë Zot Athinës edhe njëkohësisht njifeshin si taksa pagues të jashtëzakonshëm në Athinë. Dhe Athina e asaj kohe, sidomos Athina e Perikliut, ishte 330.000 deri në 350.000 njerëz. Ishte një nga qytetet më të mëdha të botës, aq ishte popullsia asaj kohe. Nuk flitet me miliona, më vonë Roma mriti të ketë milionçin. Që ishte qyteti më i madh i botës. Athina ishte maksimumi deri ke 350.000 njerëz dhe të drejtën për të votuar në shesh, në Agor, e kishin vetëm 15.000 njerëz. Demokracia e sotme nuk është kështu. Demokracia që lind me Montesquieu, me Voltairin, me Jean-Jacques Rousseau, ajo e lindur në United States of America, dhe më vonë në Evropë, sigurisht mas revolucionit francez, mas rënies së Bastijës, është demokracia e votës, e votimit universal, ku votojnë të gjithë, mi moshën kaq edhe ka ardhur puna deri aty sa të votojnë dhe gratë, në fillim të shekullit 20. Bile ka ardhur puna të votojnë edhe të burgosurit, ka ardhur puna të votojnë të varfrit e të pasurit. Dhe nuk mund të votoj sheshi, sepse sigurisht fjala shesh përdoret nga ajo vajza. Këta e majnë vetën dhe për të lexuar, por nuk kanë se si të jenë të lexuar flamingot, nuk janë aq të lexuar. Thjesht janë të lexuar deri në atë pikë sa duan të shkatrojnë demokracinë. Sepse prej atij shesh, ata duan të nxjerrin jo vetëm përfaqësimin e tyre, po prej atij shesh ata duan të nxjerrin edhe qeverinë, prej atij shesh ata duhet të nxjerrin edhe kuvendin, ata nuk njohin as kuvendin, as parlamentin. Ata nuk njohin nuk e njohin as parlamentin që ka sot, quhen të korruptuar, të poshtër, në amërzitje, po ai është parlamenti, brenda institucioneve. Parlamenti që është i Edi Ramës edhe i Sali Berishës, pastaj është edhe ky Lapaj, pastaj është edhe Shehaj, pastaj është edhe Qorri. Parlamenti i këtyre është. Po ka dalë nëpërmjet votimit, i mirë i keq ka dalë nëpërmjet votimit universal. Pra ka votuar e gjithë Shqipëria, jo sheshi. Jo sheshi i Tiranës që ju thash, mund të ketë nga 5.000 deri në 50.000 vetë. Po këto 2.400.000 tjerë, si t'i apelojmë, si t'i marrim mendimin? Se kaq thot kjo vajza. Ju dhe ne thot dhe ata, edhe midis tyre, kemi sheshin, është sheshi që e vendos këtë punë. Edhe sheshi sipas tyre e vendos edhe për kuvendin, sheshi vendos edhe për qeverinë, për fajsimin e tyre. Mjafton që ai sheshit nxjerrë një 300 prej këtyre dhe këta me disë njëri tjetrin nxjerrë edhe 150, që s'kan për t'i bërë kurrë se këta janë copecik me njëri tjetrin, dhe sigurisht këtu bë edhe demokracia athiniote. Sipas kësaj tyryfyles, që nuk është tyryfyle, po është negative, sepse do të ndryshoj regjim, do të ndryshoj status, do të kaloj nga demokracia moderne, demokracinë antike, e cila është demokracia athiniote, po pa të drejtën e asaj demokracie, sepse në atë demokraci nuk votonin gratë, që ishte gjysma e popullsisë, dhe nuk votonin qytetarë, të gjithë, sigurisht ishin një pjesë e qytetarëve, kontribuentë që votonin. Pra ishte pakica e pakicës. Ju thash edhe herë, nga 350.000 që kishte Athina, nuk votonin më tepër se 15.000 njerëz. Në Agorën e Athinës, ose në sheshin e Tiranës të kësaj vajzës, ati filozofit nga Vlora, dhe gjithë të filozofëve tjerë, cilët në themel kanë shkatrimin e demokracisë. Duan me ultramajtizmin e tyre të shkatrojnë demokracinë në Shqipëri. Jo vetëm të shkatrojnë, po ta marrin qaf edhe si zbatim të saj. Do thoni ju kaq mirë bën këta Sali Berisha dhe Edi Rama.
absolutisht edhe Fatosnano e gjitha që janë, absolutisht nuk e kanë bërë mirë, po janë brenda sistemin. Nuk kanë dashur të sulmojnë sistemin, nuk kanë bërë mirë sistemin, nuk kanë zbatuar mirë demokracinë në sistem, po jo të sulmojnë sistemin. Këta po mrrin deri në atë pikë sa të sulmojnë. Kjo vajza sulmon, a priori nuk e shpall, po a priori po sulmon sistemin. Sistemin e zgjedhjeve, sistemin e përfaqësimit. Sistemi jonë zgjedhor i partive, subjekteve politike, është me zgjedhje. Je subjekt politik, regjistrohesh, pranohesh, firmosesh në gjykat, merr pjesë në zgjedhje, fiton çka ke për të fituar, futesh në parlament nëse ke takat për të futur. Edhe nuk është sheshi që vendos për Shqipërinë. Majmunati i flamingove duan që të kërcejnë sheshin mbi Shqipërinë. Interesi i tyre është që sheshi aty të jetë mbi çdo lloj qytetari shqiptar. Qëllimi i flamingove ultramajtis, arkeo-marksist që janë aty, dhe që kthehen pastaj në fashistoid, veprime prej fashistoidve, kështu i kthejnë këto, si skuadrist. Ideja e tyre është për të shkatruar demokracinë, për t'i dhënë shtjelb demokracisë. Sistemi demokratik, sigurisht e kemi pranuar dhe kemi 36 vjet, mirë e keq, në marrëzinë tonë edhe në të keqen tonë, por edhe në të mirat tona shpeshherë, sepse sigurisht kemi bërë edhe të mira, jemi integru në institucionet më të rëndësishme të botës. Shqipëria është e integruar në institucionet më të rëndësishme të botës demokratike. Është në OSBE, është në NATO, është në Bashkimin Evropian. Është kandidate dhe është futur me njërin në këmbë Bashkimin Evropian, është më mirë se shumë shtete të botës. Qa thonë këto jemi duke vdekurije të këtu bëhet nami, këtu mafja, këto, këto janë propaganda politike flamingo small, këto janë vjedhurira që i bëjnë Sali Berishës këta. Sali Berisha sa të vim pushtet nuk ka më këto fjalë, ka fjalë tjera. Është shteti më i mirë, e kam unë, e bëj unë. Këto janë marrëzira të cilat ne duhet i kuptojmë gjithë, po super marrëzia më e madhe se sa Sali Berishës ose kësaj vajzës edhe këtyre flamingove. Që thotë ne nuk pyesim më për sistemin. Ne një sistem kemi, sheshin. Dhe sheshi është ai që qelb sistemin në përgjithësi. E qelb, e kalb. Këto do t'ju marrë mendimin ju 5.000 vetave që jeni këtu, sepse ju përfaqësoni 2.500.000 shqiptarë ose 1.800.000, 2.100.000, a nuk e di sa kanë, 2.900.000 që kanë drejt vote, sepse kemi dhe ato jashtë. Nuk e di sa kemi, 3.100.000 me drejt vote? Po, i zëvendësoni ai sheshit. Këtë do të bëj kjo vajza, të flamingot. Të janë ultramajtistët. Pak dallim kanë nga brigadat e kuqe, dikur, nuk munden sot që të kthehen terroristë dhe të marrin njerëz rrobat të i vrasin, si Aldo Morën, ose si fashist të bëjnë atentate. Nuk i bëjnë dot sepse sigurisht njefin, por po t'i lesh, këta kështu veprojnë. Thyen çdo lloj ligji. E kam thënë 1000 herë. Përpara tyre sigurisht nuk mund ta shoh me sy të ballë Sali Berishën, po ai është brenda sistemit. Ai ka bërë keq brenda sistemit, ai ka hedhur në Shqipërinë në 97, po brenda sistemit. Ka bërë gru shtetit, po nuk e ka lënë sistemi, ishte brenda sistemit në 98. Ka hedhur Gërdecin në po brenda sistemit. Kurse këta duhen dalin krejtësisht jashtë sistemit. Dhe me daljen jashtë sistemit, ata duhet përmysin demokracinë. Ata do të bënin pastaj në pjesën e sistemit të tyre arkeo-marksist, ultramajtist, sigurisht Shqipërinë e jo kooperativës bujqësore dhe të Enver Hoxhës, sepse ai ndërtonte në një farë mënyrë sistem edhe shtet. Po absurdin më të madh, më kriminal që mund të jetë parë ndonjëherë t'ju lesh në dorë fatet e Shqipërisë këtij lloj flamingizmi, këtij lloj nuk e di çebaptore njerëzish të cilët jo vetëm që s'kan lexuar, por edhe kur i kanë lexuar për keq. Edhe kur lexojnë, i interpretojnë në mënyrën më të qelbur të mundshme, filozofike dhe politike. Të tillë kastraveca, idiot, ignorant dhe arrogant. S'do t'i kesh as në lagje, as në shtet. Do t'i kesh me mira kilometra, por nuk janë vetëm këto. Ka plot në Itali, janë shtuar shumë. Amerikanët i quajnë Antifa.
Kështu bëjnë këta. Po këta nuk janë antifat vërtet, ta janë ultramajtist dhe ignorant. Janë një produkt jashtëzakonisht i keq, i zvarritjes son në demokraci, fajin për cilën e ka sigurisht edhe kryesorja Sali Berisha me partinë e tij, po nuk është shumë mrapa dhe Partia Socialiste me Edi Ramën. Kanë dhe këta fajet jashtëzakonshme. Dhe sigurisht fajin më të madhe ka shoqëria shqiptare, që mban akoma element tillë, siç janë ndërkohë dhe flamingot. I mban gjirin e saj, i rrit, i ushqen. Bile shpeshherë i quhen edhe heroj. Këta të dalin edhe si heroj dhe shumë të zgjuar edhe të ndershëm. Këta tipat, sigurisht tash i njihen se kush janë. Kërkojnë edhe ndihmë nga Majmunati në Kosovë dhe ai në Maqedoni, sigurisht nga Majmunati flamingist edhe në diasporën tonë të famshme, po janë një gjë, është një njëta çorb, e cila sigurisht është kundra sistemit, është kundra demokracisë. Dakord miqtë mi?